Ernest Muçi po thye në rekorde si 25 vjeçari që është produkt i futbollit shqiptar. Dje u zyrtarizua nga Trabzonspor, që vendosi të blej kartonin për 8.5 milion euro nga Beşiktashi. Kështu edhe u bë transferimi më i shtrenjtë në historinë e gjigantëve të Trabzonsporit. Po Gladecari po vendos rekorde të reja, dhe kjo nuk është risi. Ishte shkurti i vitit 2021, kur Tirana e shiti për një shifër rekord për klubin prej 500.000 eurosh. Aso kohe, ruajti edhe përqindje nga kartoni. Kështu përfitoi nga shitja e mëvonshme e Muçit, për të qenë aktualisht lojtari që i ka sjellë bardhëbluve më tepër të ardhura në historinë e tyre. Muçi u largua nga Legia e Varshavës për te Beşiktashi, pikërisht në shkurtin e vitit 2024. Shifra prej 10 milion eurosh e bën Muçin transferimin më të shtrenjtë të gjigantëve të Polonisë. Beşiktashi, aso kohe, e kishte blerjen e dytë më të shtrenjtë në historinë e klubit. Trabzonspori e huazoi në shtatorin e vitit të kaluar për 1 milion euro. Bashkë me shifrën 8.5 milion euro që duhet paguar për transferimin përfundimitar, lojtari i kombëtares është edhe më i shtrenjti në historinë e Trabzonit. Për t'u theksuar, edhe paga prej 3.5 milion euro që përfiton nga kontrata e re. Muçi është tashmë lojtari më i paguar i Shqipërisë. Kupa e vjetë në historinë e klubit vlen shumë për lojtarët e Trabzonsporit. Mediat turke kanë njoftuar se drejtuesit e klubit u kanë premtuar një premio të majme se cilit lojtar për triumfin e arritur. Shifra e premtuar është rreth 94.000 euro. Një shifër e kënaqshme kjo që Muçi & do e marrin si shpërblim për suksesin e arritur pas triumfit 2-1 ndaj Konyasporit. Ernest Muçi e ka mbyllur këtë sezon në mënyrën më të mirë të mundshme, pasi Trabzonspori i tij është shtallur sot fituesi i Kupës së Turqisë, duke mundur në finale skuadrën e Konyasporit. Muçi ishte titular në këtë duel, teksa u bë protagonist gjatë aksionit të golit të avantazhit për ekipin e tij, të shënuar nga Onuachu. Më pas, Konyaspori barazoi shifrat dhe kishte mundësinë që të kalonte në avantazh me një penallti. Por Enis Bardhi gaboi nga pika e bardhë duke goditur shtyllën e portës së mbrojtur nga Onana. Pak minuta më vonë e kishte radhën Trabzonspori të fitonte penallti, me Onuachun i cili nuk gaboi gjuajtjen e tij dhe shënoi golin e rezultatit 2-1, me të cilin u mbyll takimi, duke i dhënë Trabzonsporit trofeun e 10 në histori. Klubi i Trabzonspor ka aktivizuar sot klauzolën që jep të drejtën e blerjes së Ernest Muçit nga Beşiktashi, siç ishte akordi paraprak mes klubeve kur u huazua futbollisti shqiptar. Por për të bërë zyrtar këtë transferim të rëndësishëm për klubin, Trabzonspori është mjaftuar me vetëm një fjali, ndonse pagesa e 9.5 milion eurove në total për të blerë Muçin është rekordi i ri i shpenzimit të këtij klubi për një futbollist. Sa i përket transferimit përfundimtar të lojtarit ton të futbollit profesionist Ernest Muçi, klauzola në marrëveshjen e huazimit që i përkiste klubit ton është aktivizuar, ishte njoftimi i shkurtër i Trabzonsporit. Një mesazh i shkurtër, pasi klubi i ka dhënë më shumë rëndësi përgatitjeve të skuadrës për pjesëmarrjen në finalen e Kupës së Turqisë përballë Konyaspor, duke shpresuar që Muçi të bëhet përsëri protagonist atje dhe t'i sigurojë këtë trofe, tashmë 100% si futbollisti i kësaj skuadre. Marrin fund dilemat për të ardhmen e Ernest Muçit. Ashtu siç ishte caktuar me skribeve, me datën 20 maj ka marrë fund telenovela rreth futbollistit, pasi Beşiktashi ka bërë të ditur që klubi i Trabzonspor ka ushtruar të drejtën e blerjes së kartonit të sulmuesit shqiptar. Lidhur me transferimin përfundimtar të futbollistit profesionist Ernest Muçi, e drejta e opsionit të blerjes, e përfshirë në marrëveshjen e huazimit, u aktivizua nga Trabzonspor. Sipas asaj, Trabzonspor do t'i paguajë klubit ton shumën prej 8.5 milion euro plus TVSH. Falenderojmë Ernest Muçin për kontributin e tij në klubin ton dhe ju urojmë suksese në karrierën e tij të ardhshme, shkruaj në njoftimin e Beşiktaşit. Ernest Muçi Trabzonspor, një martesë do të vazhdojë përtej huazimit një vjeçar, pasi klubi nga Trabzoni vendosi të aktivizojë klauzolën e blerjes së tij për një shumë totale prej 9.5 milion eurosh. Nga kjo shitje e sulmuesit kombëtares, Beşiktaşi duket se ka arritur dhe një tjetër rekord, pasi largimi i shqiptarit shënon biznesin e 5 më fitimplurës në historinë e tyre. Në krye qëndron Cenk Tosun, i cili u shit nga Shqiponjat e Stambollit për shifrën e 22.5 milion eurove, ndjekur nga ish sulmuesi i Romës dhe Milanit, Temi Abraham, me 21 milion euro.
Getson Fernandes me 20.78 milion dhe Dembaba me 13 milion. Muçi ka gjetur rrugën e rrjetës plot 16 herë këtë sezon, ndërsa ka asistuar 8 të tjerë në 34 ndeshje të luajtura. Kohët e fundit, qyteti i Trabzonit ka marrë tjetër rëndësi, jo vetëm në sytë e popullit turk, por edhe më gjerë. Një rol shumë të rëndësishëm, sipas mediumit 61 Vakit, ka sulmuesi i Shqipërisë Ernest Muçi, i cili luan aktualisht te ekipi i Trabzonspor, e ku po i habit të gjithë me klasin e lartë dhe golat e çmendur. Emri tjetër vjen nga fusha e kinematografisë. Fjala është për aktoren Ava Yaman. Ajo është vetëm 20 vjeçe, ndërsa në serialin televiziv Tasaçak Budeniz, ky det do të vërshoj, përmes skenave prekse të kapura në rrugët e Trabzonit, ka vënë një promovim të fortë kulturor të qytetit. Muçi në fushën e blertë dhe Ava Yaman në aktrim janë kthyer në aset për qytetin e Trabzonit. Ernest Muçi tashmë e di se ku do të vazhdojë ardhmja e tij. Sulmuesi i kombëtares shqiptare do të vazhdojë të luajë me ekipin e Trabzonspor, pasi media turke bëjnë të ditur se klubi i tij ka ushtruar të drejtën e blerjes së kartonit të futbollistit nga Beşiktashi, që e kishte dhënë në huazim. Trabzonspori kishte kohë deri më 20 maj për të vendosur, por ka përshpejtuar gjithçka, duke arritur në përfundimin se Muçi është një futbollist i cili nevojitet me do e mos për të arritur objektiva të rëndësishëm. Kësaj ka planuar që të paguaj 8.5 milion eurot në 5 këste që kërkonte Beşiktashi për futbollistin, duke i njoftuar zyrtarisht. Në këtë mënyrë, duke shtuar edhe shifrën prej 1 milion eurosh që Trabzonspor ka paguar për huazimin e Muçit, ai bëhet futbollisti më i shtrenjtë që ka blerë ndonjëherë ky klub në historinë e tij, duke vendosur një rekord të ri për të. Muçi do të përfitojë një pagë rekord, pikërisht 3.5 milion euro. Kontrata ndërkohë vlen deri në vitin 2029. Me sfushorin e tipare sulmuese, do të bëhet kështu më i paguari i kombëtares shqiptare. 25 vjeçari ka shkëlqyer në këtë edicion si i huazuar, madje duke u bërë lojtari që po e shtyn Trabzonit drejt fitimit të Kupës së Turqisë. Me 15 gola të shënuar dhe 9 të tjerë të asistuar në 34 paraqitje, Muçi kaloi çdo pritshmëri. Besimi kryesor tek ai është pikërisht nga trajneri Fatih Teke. Me 9.5 milion euro të shpenzuara për to në total, pasi 1 milion kustoi huazimi, Muçi bëhet edhe investimi më i shtrenjtë tek Trabzonspori. Kështu edhe shkruan historinë me klubin turk.